Në këtë umet, në këtë kohë, do të vinë njerëz, do të vinë vite, sanawatun khadda'at, do të vinë vitet të mashtrimit, do t'i besohet gënjeshtarit, do të përgënjeshtrohet besniku. Ai i cili është besnik e ruan emanetin, do të llogaritet tradhtar, e ai tradhtari do të llogaritet besnik. Në atë kohë do të flasin disa njerëz të cilët quhen ruajbida. Than kush janë këta ja Rasulullah? Tha ar-rajulu tafih yatakallamu fi amri al-am. Një njeri mendje lehtë, një njeri i thjesht, një njeri i paditur, i cili do të flet në emrin e të gjithëve, në emrin e popullit. Këto vite të mashtrimit analizoj ti në jetën tonë të përditshme. Kush flet sot, kujt i besohet sot, dhe çka thuhet sot në mesin e njerëzve, dhe sa gjëra merren në përkëmb, ashtu siç ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.